8 apo 9 kilometrat e fundit për të mbërritur në fshatin Parret, i kemi përshkuar për më shumë se 40 minuta. Kjo edhe mjafton për të dëshmuar gjendjen e rrugës që të sjell në këtë fshat, ku ndodhet Parreti. Jemi në territorin e Bashkisë Tiranë. Madje kemi në kufi Bashkinë Elbasan, Bashkinë Peqin e mëtej edhe Bashkinë Rogozhin. Pra është një fshat i cili ka në kufi 3 bashki të tjera, ndërsa vetë është një fshat që i përket njësisë administrative Baldushk në kryeqytet. Rruga nuk është problemi vetëm, edhe pse është problemi kryesor. Këtu ujë nuk ka. Nëse nuk ke një pus, nuk e ujë për të pirë. Energjia elektrike, rrjeti, është i ndërtuar që në kohën e sistemit shkuar. Nga jo kohë, asnjë investim tjetër nuk është kryer. Blegtoria dikur ka qenë një ndër elementët thelbësor të ekonomisë së këtij fshati, me mbi 1000 krerë, thonë vetë banorët. Sot ka vetëm disa dhjetra, sepse shumica e banorëve kanë ikur. Bujqësi pa diskutim, thuajse nuk ka, për shkak të problemit me rrugën. Nuk kanë treg. Kështu që këtu kanë mbetur një numër shumë i vogël banorësh. Vetëm në këtë lagje kryesore të Parretit, në zemër të këtij fshati, kanë qenë dikur rreth 80 familje. Pa llogaritur e ripërsëris edhe lagje të tjera më periferike. Sot kanë mbetur diku 12 familje, vetëm të moshuar sepse të rinjt janë larguar. I besuan një moment caktuar premtimeve se rruga do ndërtohej, sepse premtime janë bërë gjithmonë. Kanë ardhur dhe kanë ndërtuar shtëpi të reja disa prej të larguarve. Por në momentin që panë se premtimet mbetën vetëm të tilla, shtëpitë e rindërtuara i lanë mënjan dhe sot rrallë e më rrallë vinë t'i vizitojnë. Është një fshat vërtet shumë i bukur për nga natyra, një fshat i rrethuar me kodra të buta, një fshat me toka pjellore, me mundësi për të zhvilluar sërish blegtorinë. E vetmja mundësi që sot ka një lloj zhvillimi është pemtaria, sepse duke mos pasur banor, ajo ka më pak nevojë për kujdesje, por është e pamendueshme në vitin 2025 në hapësirën e kryeqytetit mendosh një fshat edhe pa rrugë, edhe pa ujë, edhe me investimet më minimale në energjinë elektrike, pra që i përkasin sistemit shkuar, pa bujqësi e blegtori, pa asnjë investim, pa asnjë vëmendje, madje banorët vetë thonë se i ka lënë aq mënjan, sa u duket sikur nuk u përkasin fare as hartave. Madje kjo është edhe një thirrje për të zgjedhurit e kësaj zone. A e din që ky fshat ekziston? A e din që këtu ka ende disa njerëz që jetojnë? A e din që këtu ka shqiptar që përpiqen të ecin përpara? A e din që ka qenë një fshat i banuar shekull pas shekulli? Është normale që të gjithë kanë ikur, masa dërmuese, çfarë do të bëjnë këtu? Si do të jetojnë këtu? Pra si do të themi që banorët duhet të qëndrojnë kur në këto kushte ishte e vështirë të qëndroje para 100 vjetësh, jo më sot. Se në 2025-ën, në kohën e teknologjisë, në kohën ku flasim për ChatGPT-n, për robotët që kryejnë veprime që duhet i kryejnë njerëzit, këtu në zemër të Shqipërisë flitet për probleme me rrugën, me ujin, me energjinë elektrike, me bujqësinë, me blegtorinë, me arsimin, sepse këtu ka patur një shkollë me mbi 50 nxënës dikur, sot ka vetëm 1. 1 nxënës ka mbetur sot në shkollë. Për shëndetësi nuk bëhet fjalë. Si do jetoni këta banor? Ka që thjesht është. Ka që thjesht është jo vetëm për këtë fshat, por të gjitha fshatrat e zonat e banuara për te qyteteve. Dikush duhet kujtoj, të freskoj memorien dhe të mendoj se Tirana nuk mbaron tek pallatet e larta. Është Tirana edhe këtu. Janë banor Tiranës edhe këta banor që jetojnë këtu. Kështu që të zgjohen pak, të freskojnë memorien, të vinë dhe këtu, mos vinë vetëm për fushat, të vinë t'i bëjnë pak pucët me pluhur, t'i dëgjojnë hallet e banorëve, se janë edhe këta shqiptarë, si ne, janë edhe këta shqiptarë që kanë nevojë për mbështetjen tonë. Kjo nuk është politik, kjo nuk ka lidhje me politikën, kjo nuk ka lidhje me fushatën, kjo ka lidhje me dëshirën që
të gjitha zonat të marrin një vëmendje. Dhe jo vetëm kaq, por edhe të zhvillohen, sepse duke u zhvilluar edhe zonat jashtë qyteteve, zhvillohen edhe vetë qytetet. Duke u zhvilluar bujqësia dhe blegtoria jashtë qyteteve, zhvillohet edhe ekonomia e Shqipërisë. Është një mekanizëm shumë i thjeshtë, një mekanizëm që për fat keq është kputur për shkak të bizneseve të mëdha që kanë dëshirë më shumë të sjellin produktet bujqësore dhe blegtorale nga jashtë, se sa t'u japin mundësinë këtyre fshatrave që të ecin përpara, që të krijojnë dhe këto një ekonomi dhe që ne të furnizohemi në kryeqytet dhe në të gjitha qytetet e Shqipëri me produktin e këtyre banorëve. Është mekanizmi i ekonomisë kombëtare që duhet të funksionojë. Jo mekanizmi i vetëm një grupi njerëzish që duan të pasurohen pafund dhe që përbëjnë bërthamën e sjelljes së produkteve, qoftë edhe bujqësore, qoftë edhe blegtorale, gjithçka tjetër nga jashtë. Kështu që më shumë vëmendje për këto zona, sepse deri më sot ka qenë plotësisht minimale.